Në lajme ndër të tjera do të ndiqni Banka Botërore njoftoi se në Ballkanin Perëndimor janë hapur 300.000 vende pune, por asnjë nga këto vende në Shqipëri. Shqiptarët që kur hoqën vizat në vendin Schengen kanë nisur të ikin, por kanë harruar të kthehen në vendin e tyre. Një projekt i rëndësishëm për Libohovën është prezantuar mbas ditën e djeshme përpara banorëve, bëhet fjalë për rivitalizimin e qendrës së Libovës. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor. Përshëndetje nderuar shikues të ekranit televizionit Kanal 7, është momenti të njohur më gjërësisht me informacionet e përgatitura për këtë edicion informativ. Banka Botërore njoftoi se në Ballkanin Perëndimor janë hapur 300.000 vende pune të reja, por nga këto vende pune nuk është hapur asnjë në Shqipëri. Banka Botërore njoftoi se rajoni i Ballkanit Perëndimor kishte shtuar 300.000 vende pune në periudhën 2010-2016. Pas një nga këto 300.000 vende shtesë pune nuk rezulton të jetë krijuar në Shqipëri. Shqipëria dhe Bosnia kanë rënien më të madhe të vendeve të reja të punës gjatë periudhës 2010-2016. Një raport i dieshëm i Bankës Botërore njoftoi se rajoni i Ballkanit Perëndimor në 2016 numëroi rreth 5.8 milion njerëz të punësuar, nga të cilët 300.000 më shumë në vitin 2010. Por asnjë nga këto 300.000 vende pune shtesë nuk rezulton të jetë i krijuar në Shqipëri. Sipas raportit, punësimi u rrit në të gjithë vendet me dy përjashtime, Shqipëria dhe Bosnia. Sipas bankës, në Shqipëri vendet e reja të punës ranë me 2.4% në 6 vitet e fundit, ku kurja më e lartë u konstatuat e të rinjt, ndërsa në Bosnjë me 5%. Raporti thotë se vendet e reja të punës u shtuan në mënyrë të domethënëse në Serbi e Maqedoni, ku punësimi real u rrit me 11.2% dhe 12.5%. Banka mat punësimi real duke mos llogaritur efektin e formalizimit, që në Shqipëri në 2015 ka qenë mjaft i lartë, si rrjedhoja e aksionit anti-informalitet të marrë nga qeveria. Banka Botërore vëren një paradoks në strukturën e punësimit në Shqipëri, ku gjatë periudhës së vlerësimit punësimi në grup mosha të reja ka rënë dhe është rritur për të vjetrat. Gjatë periudhës 2010-2015 të punësuarit në Shqipëri për grup moshën 15-24 vjeç ranë me 36.4%, ndërsa për grup moshat 25 deri në 54 vjeç ranë me 9.5%, ndërsa në të kundërtën e këtyre zhvillimi i punësimit në grup moshën 55-64 vjeç u rrit me 67%. Banka Botërore cilëson të habitshëm faktin se si është rritur më shumë se 20% në shumicën e vendeve, ndërsa me 67% në Shqipëri. Banka Botërore shpjegon se një pjesë e kësaj rritje vjen nga fakti i plakjes së popullsisë, ku grupi mosha 55-64 vjeç është në rritje. Banka thotë se papunësia ra me rreth 200.000 njerëz nga rreth 1.7 milion në vitin 2010 në 1.5 milion në vitin 2016, që korespondon me një rënje në normën e papunësisë nga 23% në 2010 në 21% në 2016. Shkalla e papunësisë shënoi rënje në të gjithë rajonin, përveç se në Shqipëri. Sa ranë më tej raporti i Bankës Botërore, grupet që nuk kanë përfituar nga rimkëmja modeste e punësimit janë personat me kualifikim të ulët dhe në veçanti të rinj me arsim të pakët. Niveli i papunësisë të rinj ra nga 50% në 2014 në 48% në 2015. Të dhënat fillestare për vitin 2016 tregojnë për një prirje në ulje, por papunësia tek të rinj mbetet e lartë krahasuar me 17.3% të Bashkimit Evropian. Raporti i bankës thotë se gjatë kësaj periudhe, numri vendeve të punës të krijuara rishtasit për gratë ishte më i lartë se sa për meshkujt. Raporti është i pari në serinë e tij që do të rifreskohet çdo vit, sipas të dhënave të integruara të bazës së të dhënave për tregun rajonal të punës. Shqiptarët që kur hoqën vizat në zonën Schengen kanë nisur të ikin nga vendi i tyre, por kanë harruar të kthehen në vendlindje, duke shënuar rekordin e moskthimit në vitin 2015. Që pas 2011-s, kur hoqën vizat për të thuar në vendet e Schengen, shqiptarët ikën dhe harrojnë të kthehen, duke arritur rekordin e moskthimit 2015-ën. Nga të dhënat e dalë të shtetat shqiptare dhe hyrjeve të tyre në vit, rezulton se në 2011-ën dalë të shqiptarë jashtë vend arritën në 4.1 milion, me një rritje për 20% raporti me vitin e mëparshëm. Heqja e vizave në vendet e Schengen ishte arsyeja kryesore që nxiti shtetasit shqiptar të vizitonin të afërm dhe migrant apo dhe të lëviznin për pushime, por ndosë lëvizja pa vizë parashikon që shtetat shqiptar mund të rrinë deri në 90 ditë, që nga vit 2011 ka një
ndonjëherë rritje të dukshme diferencë mes shtetësve që dalin dhe atyre që kthehen. Në vitin 2011 kjo tendencë u rrit me 370.000 nga 280.000 që kishin qenë në vitin e mëparshëm, duke treguar për një tendencë të shtetëve të përqendruar edhe më gjatë se sa fati 90 ditor, ndërsa në vitet e mëparshme shënua një rënje e kësaj diference. Në 2015 ky indikator u rrit ndjeshëm nga 4.5 milion që ishin daljet, kthimet ishin 4 milion me një diferencë rekord prej 405.000 personash. Viti 2015 përkon me periudhën kur shënua një valë re emigracioni në vend. Kërkesa për azil të shtetit shqiptar në Bashkimin Evropian sipas të dhënave të Eurostat arritën në 67.000 në vitin 2015 nga 12.200 që ishin që në vitet e mëparshëm, duke qenë shteti i dytë pas Sirisë për numrin e lartë azil kërkuesve. Kështu janë përfshirë vetëm individët që janë regjistruar si azil kërkues në vend e BE-s, ndërsa numri total i larguarve është vështirë të matet, por gjithsesi është më i lartë se 67.000. Gjermania është shteti më i preferuar për të kërkuar azil. Në vitin 2016 kërkesat për azil ranë si rrjedhoi e normës së lartë të refuzimit, teksa Shqipëria u rendit në listën e vendet të sigurta dhe u dha prioritet emigrantëve që ikin nga vende të konfliktit dhe luftës. Sipas të dhënave të Eurostat, 28.925 shqiptar kërkuan azil për herë të parë në BE në vitin 2016. E të dhënat e Eurostat konfirmojnë se ka një ngushtim diferencë mes daljes dhe hyrjes të shtetit shqiptar në 2016. Rritja e numrit të ikurve vitet e fundit pritet të japë ndikim të ndjeshëm në ekonomi, duke bërë jo vetëm që element për uljen e potencialit të rritjes ekonomike të vendit dhe konsumimi për një mungesë direkte në ofertën e krahut të punës në Shqipëri. Rruga kryesore nga dalja shqiptare është përmes tokës me 78% udhëtarë në 2015 të ndjekur nga ajri me 13% dhe deti me 9%. Një projekt i rëndësishëm për Libohovën është prezantuar përbara libohovitëve mbas ditën e dieshme. Bëhet fjalë për rivitalizimin e qendrës së Libohovës. Rivitalizimi i qendrës së Libohovës është ndër projektet më të rëndësishme të rilindjes urbane që po zbatohet në Bashkinë Libohov. Ky projekt është prezantuar para qytetarëve libohovit me një dëgjes publike të organizuar nga Bashkia e Qytetit. Kryebashkia Kamandi shtoi se ky investim i rëndësishëm në infrastrukturë që do të sjellë qytetin të cilin ka ndëruar libohovitët, krahas të tjerave do të ha vende të reja pune për banorët e kësaj zone. Bashkia e Libohovës ishte në qendër të vëmendjes së qeverisë edhe këtë radhë në investimet që kjo qeveri shpalli. Ne përfituam këtu rikonstruksionin e qendrës së qytetit, i cili është një investim nga më të rëndësishmit që ka përfituar kjo bashki. Gjatë 8 viteve të kaluara, kjo bashki nën qeverisjen e Partisë Demokratike, po themi, nuk mori asnjë investim. Në këto 2 vjet e gjysmë që të paktën unë qeveris Bashkinë Libohov, themi se kemi qenë në vëmendjen kryesore të qeverisë. Kemi marrë investime shumë të rëndësishme në infrastrukturë, siç është rruga e Bulos, rruga e Labovës së Kryqit, kemi marrë përsëri për të investuar në rrugën Fushën e Pravisht. Investim tepër i rëndësishëm dhe më i rëndësishëm mund të themi është rikonceptimi i qendrës së qytetit të Libohovës. Ky rivitalizim i qendrës së qytetit do të sjellë shumë për Libohovën. Do jetë jo vetëm një vend punësimi për gjithë banorët, por do jetë edhe një vend ku ne do të kemi qytetin që kemi ëndërruar dhe dëshiruar prej kohësh. Themi se do jetë vendi ku do mirëpresi një grup të madh turistik për të parë jo vetëm ndryshimet në këtë qytet, por për të gjetur vërtet atë qytet që meriton të gjendet. Projekti për rivitalizimin e qendrës së Libohovës ka një vlerë për 130 milion lekësh dhe është pjesë e programit qeveritar Rilindja Urbane. Programi i shtrirë në shumë qytete të tjera të vendit. Shmomendet njëmi, informacionet më të fundit nga rani dhe bota. Shtëpia e Bartë është e sigurt se sulmi me armë kimike në Siri që i kushtoi jetën të paktën 58 njerëzve është akti i qeverisë së Bashar al-Assadit. Zësi Trumpit se Hans Spitzer dënoi veprimet mizore të regjimit të Bashar al-Assadit dhe tha se është në interes të popullit sirian që Assadi largohet nga posti i tij. Por në seancën informuese për media, Spitzer ka mbështetur idenë se pasojat janë drejtpërdrejt të lidhura me administratën e mëparshme amerikane, që sipas tij nuk bëri asgjë pasi presidenti sirian kaloi të ashtu quajturën vijën e kuqe të shpallur nga Obama. Sulmi dënohet gjithashtu dhe nga Mbretëria e Bashkuar, Kombet e Bashkuara dhe Franca, më shumë se vendet e tjera. Organizatori sirian për drejtat e njeriut raporton se sulmet ajrore mbi zonën Khan Sheikhoun, të kryer nga avion rus apo sirian, shkaktuan vdekjen e shumë njerëzve. Burime mjekësore konfirmojnë se rreth 60 viktima, por aktivistë në teren flasin për më shumë se 100. Sipas tyre, pas sulmit me armë kimike, avionët bombarduan klinikat lokale që po trajtojnë të plagosurit. Reporterët dhe mjekët në zonën e sulmit, rreth 50 kilometra në jug të qytetit Idlib, thanë se viktimat ishin simptoma të qarta për përdorim të armë kimike, si gjak apo shumë që i dilte nga goja.
Shumë prej viktimave duket se ishin mbytur nga lënda që është ende misterioze, megjithëse qeveria siriane ka mohuar që zotron apo të ketë përdorur armë kimike. Organizata për ndalimin e armëve kimike tha se po heton ngjarjen dhe nëse vërtetohet se ishte sulm me armë kimike, zorse do të shqetësoj presidenti Bashar al-Assad, pasi nuk do të ishte hera e parë që regjimi i akuzohet dhe konsiderohet fajtor për këtë. Personi dyshuar për shpërthimin mes dy stacionet të metros në Shën Pjeterburg të hënë që mori 14 jetë njerëzish është një 22 vjeçar nga Kirgizistani, i cili kishte marrë në shtetësi ruse, besohet të ketë qenë në kontakt me luftarët sirian. Shërbimet kirgizike të sigurisë identifikuan atë si Akbarzhol Yalilov, trupi i coptuar i ish shefi të sulmit, konfirmon dyshimet se bëhet fjalë për një akt vetvrasës. Sipas ekspertë sigurisë, Sayal Goheli, shpërthimi mund të ketë qenë një sulm i koordinuar terrorist. Në këtë pikë themi se mund të supozojmë pa frikë që gjenden përballë një akti dhunë në sfond politik, në të cilat përdor një mekanizëm shpërthyes i perceptuar të shenjës troje të vrasë. Tani duhet ende të përcaktohet sfondi ideologjik, por mbështeten në fakte që disponojnë autoritetet, duke se ky mund të ketë qenë një sulm i mirë koordinuar, që mbar të gjitha shenjat e mundshme të goditjes së një grupi terrorist tradicional. Autoritetet në Shën Pjeterburg shpallën 3 ditë zije në ndër të viktimave. Presidenti Vladimir Putin, që në fund rezultoi se ka qenë në qytet gjatë shpërtimit, vizitoi vendin e ngjarjes brëmes së hënës e vendos Ilule. Si etus rus, ashtu dhe kryeministri Dmitri Medvedev konsideron episodin një akt terrorist, por shumë pak detaje jepen nga hetimi. Udhëheqësit botror kanë nxituar të dënojnë aktin tronditës të dhunës. Presidenti Donald Trump foli në telefon me Putin dhe ofroi mbështetje të plotë për nxjerrje përpara drejtësisë personave përgjegjës. Kancelara Merkel e përshkroi episodin si akt barbar, ndërsa shefja e diplomacisë europiane Federica Mogherini tha se mendimet e Europës janë në këto momente me popullin rus. Pra 49 persona mbeten të plagosur nga sulmi që tronditi qytetin e dytë më të madh të Rusisë. Fillimisht u fol për 2 shpërthime, njërin në Sanja dhe tjetrin në stacionin e Institutit Teknologjik, dhe më pas u konfirmua se ka qenë vetëm një i tillë dhe ka ndodhur pikërisht mes 2 stacioneve. Pas sulmit në Shën Pjeterburg, Franca e përballë me një sër sulmesh në sfond terrorist, kohët e fundit forcoi ndjeshëm sigurinë e transportit publik në kryeqytet. Korea e Veriut ka lëshuar një tjetër raketë balistike nga pjesa lindore e portit të saj Sipno në pjesën japoneze të detit. Ky lajm është konfirmuar nga autoritetet amerikane dhe ato koreane jugore, ndërkohë që Ministria e Mbrojtjes së këtyre të fundit tha se raketa ka fluturuar në distancë rreth 60 kilometër. Ky ishte rasti më i fundit një serie testimesh që po kryen nga Korea e Veriut, e cila i quhen ato paqësore, por fqinjit jugor pretendojnë se ato janë pjesë e një programi të zhvillimit të armëve nukleare. Lançimi i këtyre raketa vjen në vigjilje të takimit të presidentit kinez Xi Jinping me ata amerikan Trump, të cilët diskutojnë se si të vënë fre programit të zhvillimit nuklear dhe raketave të Koreas Veriore. Kohët e fundit kanë ndaluar prej Organizatës së Kombëve të Bashkuara që të zhvillojë program nukleare dhe balistike. Në deklaratë e ushtrisë amerikane të komandës paqësorit thuhet se raketat balistike duket të ishin një KN-15 me rreze të mesme veprimi. Gjithashtu Departamenti për Mbrojtjen e Hapësirës Ajrore në Amerikën Veriore tha se raketa lëshuar nga Korea nuk përbën as pak kërcënim për Amerikën Veriore. Muajin e kaluar Korea e Veriut ka lançuar 4 raketa balistike dhe pjesës japoneze të detit në kufi me Kinën dhe kryeministri japonez Shinzo Abe e ka quajtur këtë një fazë të re të kërcënimit. Presidenti i Gjermanisë sulmuar për politikan që udhëhoqën në Britaninë e Madhe drejt shkëputjes nga Bashkimi Evropian. Gjatë fjalimit të tij në Parlamentin Evropian, i pari i tij si president, Frank-Walter Steinmeier, citoi izvendës kryeministrin britanik Michel Helstine, kur tha se Brexit ishte humbja më e madhe e sovranitetit britanik. Është e gabuar të thuar se në këtë botë një vet i vetmuar evropian pa bën mund të dëgjohet ose të garantojë interesa ekonomike. Nëse ne si Europë nuk bëhemi partner të fortë në skemën botërore, individualisht do të bëhemi lodra e fuqive të tjera, tha Frank-Walter Steinmeier, presidenti i Gjermanisë. Në insultë të hapur ndaj kreshëve të Brexit, ish sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson dhe sekretari për Brexit David Davis, Steinmeier tha se premtimet e atyre që mbështetin largimin nuk do të plotësohen. Populistët ngjyrosën botën bardhëzi dhe shndrojnë frikën në kapitalin ekonomik, të marrin kontroll në sloganin që dëgjojnë kudo, por nacionalistët nuk janë të zotë të përmbushin këtë premtim. Vetëm të gjithë bashkë mund ta bëjnë këtë, tha Steinmeier. Duke cituar votën për Brexit si shumë të hidhur, presidenti Steinmeier tha se Gjermania mbështet projektin evropian, ndërsa hodhi poshtë pretendimet e Donald Trump se BE-ja është mjeti për dominimin ekonomik gjerman. Rikthejmë informacionet në vend, vëmendja vitit e fundit po fokusohet edhe te kultet fetare. Rekonstruksioni më i fundit është ai i xhamisë 400 vjeçare në Rusan të Delvinës. Kultet fetare ka nisur të futen në projekte të restauruse të Ministrisë së Kulturës, pas kishës në Labovën e Kryqit është rradha e xhamisë 417 vjeçare të Gjin Aleksi në fshatin Rusan të Delvinës. Ky restaurim do të kryhet i plot për herë të parë nga komuniteti musliman i Shqipërisë në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës. Ladi Demaj, specialist i kulturës në Saran, thotë se ky objekt e kishte të domosdoshme këtë ndërhyrje, ndërsa shton se janë përgatitur projektet për ato objekte që kanë nevoja urgjente si manastiri i Shënkollit në Mesopotam,
kishe e Shën Harallambit në Leshnic dhe manastiri 40 shenjtorëve. Ndërhyrja tek objekti Xhamia Gjin Aleksit në Rusan është një ndërhyrje emergjente. Ky objekt e kishte shumë të nevojshme ndërhyrjen për shkak të dëmtimeve të konsiderueshme nga agjentët atmosferik. Restaurimi i këtij objekti merr një rëndësi të veçantë për dy arsye. E para është ndër objektet e rralla që kemi të kultit islam dhe e dyta për vlerat arkitektonike dhe historike që ka ky objekt. Dëmtimet i ka pas të konsiderueshme si në arkitekturë edhe në mjediset e brendshme, kryesisht tek suvat dhe te afreskat që ndodhen tek kupola e xhamisë. Xhamia Gjin Aleksit është një objekt i kultit islam që përveç vlerave kulturore të trashëgimisë ka dhe vlera për kryerjen e rriteve fetare të komunitetit musliman, jo vetëm të fshatit ku ndodhet, por edhe të besimtarëve që ndodhen në qytetin e Delvinës dhe përreth. Në vazhdim të punës për restaurimin e objekteve të trashëgimisë kulturore, sektori kulturës kombëtare Saran në bashkëpunim me drejtorinë rajonale në Vlorë kemi bërë prezent në Institutin e Monumenteve të Kulturës disa prej objekteve të trashëgimisë që kanë nevojë urgjente për ndërhyrje. Dhe konkretisht unë mund të përmend 3 objekte shumë të rëndësishme që presim nga momenti në moment të ndërhyjet, sepse projektet janë hartuar, janë miratuar në Këshillin Shkencor të IMK-s, vetëm pritet investimi dhe fillimi i punës për restaurimin e tyre. Dhe konkretisht ne jemi të interesuar për fillimin e restaurimit të manastirit të Shënkollit në Mesopotam, si dhe kisha e Shën Harallambit në Leshnic, e cila fatkeqësisht kohët e fundit për shkak të shirave të shumë dhe të një lëvizje sismike, një pjesë e fasadës është u dëmtua në mënyrë të konsiderueshme, si dhe manastiri 40 shenjtorëve, të cilat kërkojnë ndërhyrje emergjente me specifikimet që kanë. Ministria e Kulturës ka nisur bashkëpunim me profesorët e komuniteteve fetare si mënyrë vetme për financimin e projekteve të objekteve që këto institucione administrojnë. Është momenti të njihemi dhe me parashikimin e motit, le të ndjekim bashkë grafikën. Gjyrokaster.com, dritarja juaj e informacionit, vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kulturë, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. Gjyrokaster.com. Dhe jemi gjithmonë më pranë. Me parashikimin e motit përfundojmë edicionin informativ në televizionin Kanal 7, ju lënë shoqërinë e programeve vijmë bashkë më pas.
Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.